Sot këmë e po gjithë që ka për me taku Ronaldon, se Portugalia lutonte në ora 9 mëromis kundër Irlandës, e do njëm Lisbon të Portugalisë. Hajde takoja Ronaldon se bashku, kena me kërku ketë Lisbonin bashkë. Sot ta të shoku ta që kjo gruja për para, që të vozita nuk o të ditë me hitë. She's so shpejt dojnë këburë. Yeah, she doesn't know what she's doing. Po të 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 e di që ka me bu. Veç këshërë në gjithë qëfar pomje, tepër e bukur, a veç këshërë në. Pra nëse i shkon kjo Kosovë, i shkon qëto këtë që kjo i shkon Banesa direkt, qëto i shkon Banesa, na i kafe qëto në mes, Kosova po dhe kishë industrializu këtë ceni këtë grupë, wow. Kjo të buhara farmë. Po pratë nuk gënë me arru që qëllimi jonë është me taku Ronaldon. Që hajde hypëm të kjo vetura jonë. Ronaldo sot ka loj, veç nuk besoj që është në park, si që këtë qëto i shtrim. Shtë që liresht, apre qëto nuk mëjtë me gjithë, vazhdojnë atje tërkun. Kena një mini break, veç këqërne, kena ve me pancake, kena Benedict toast, kena French toast. Hajde na boft mirë. Po kjo e pra vlogu 24 orë në Portugali. Tash për momentin pra hangrëm brunch, që është si me thonë mëngjesi i vënshëm. Edhe i na të shku në dyqanin tem favorit, që është Nude Project, pra është që ka dhe rrugë veç tash. E krytëm Nude Project, thëpëm edhe gati për me shku në hotel, me i lonë do kese, a tani me dole apet. Për features në kërë nuk e dhja kona një mirë që Tesla, për që rrugë edhe njerës të onash edhe kamerën, ma të mirë kamerën Tesla se në. Këthejme në bas dikon një ore. Edhe pra qëto onë është në ty po. Këtë këta fonsat e Irlandës. Këto luin kundër Portugalisë. Që aty është Ronaldo. Për atë arsye qëto dikon do të më konë Ronaldo. Gjithë njerë për njerë halon nuk kam që kam ju të regu diska shumë. Jena vish në qëtitje. Te për shumë fonsa të Irlandës po veç tërna. Edhe jena pra në mes të Lisbonës. Hala dykov që po gudoj me vënu edhe drisën edhe kejta. Te për patriota. Veç në qëfar limona paska. Jëmë të desh me marrë një dhe veç me provu që varshie e konqve. Cile me marrë, so? Të jam të jetë. Nese jena të jetë këtë familje, që në të 50 minutet mirë. Krejt të nëllë se do me thonë. Unë bashkë me familjen time keme vendosë me vizitu hotelin Four Seasons këto në Lisbon. Është Four Seasons. Kjo hotel e ka një super bar, a kena vendosë me shku për me marrë në pije edhe diqka me hangër. E na gati veç me marrë ka një pije, me hangër në i desert e diqka. Po është e pa besueshme ka ne takova këto. Okej, bro, e di që jena duke u mundu me taku Ronaldon. Po nëse ndalim edhe mendojmë për disa sekonda, Ronaldo është futbollisti i dytë më i mirë në historitë futbollit, normal mbas Mesit, është futbollisti i parë miliarder, edhe shtesh një njeri me tepër rëndësi të madhe. Kështu që përqinja që dikush që takon Ronaldo në qytet, sipas ChatGPT-s, është jashtëzakonisht e ulët, praktikisht ofër zeros. Po çka nëse unë ju tregoj juve që po në atë hotel që unë shkova me familjen time, një nga njerëzit më të afërt të Ronaldos, një nga foncat kryesorë të tij, një nga njerëzit më të famshëm në lidhje me Ronaldon, ishte në hotelin e njëjtë. Në barin e njëjtë ku shkova unë me familje. Edhe jo nuk po flas për Aisha Sweden, po flas për Georginën. Georgina, gruaja e Ronaldos, ishte po atë. Edhe normal, unë bashkë me Ruben, patu mundësi me bo foto bashkë me Georginën. Ku edhe me një moment bodyguardi saj pat nevojë me intervenu. Nuk e di që ka konsiderohet sukses ajo, a më në takova qatë njeri që flenë çdo natë me Ronaldon. Unë e takova grunë, bona foto. I tregova që Messi është shumë ma i fort se ai. Ata shmu jena vazhdua pet me dorë. Ato ata që jena të hongër dorë, ka fitu Shqipëria. Jena në feste ka mu Shqipëria, Serbin, bro. Jena me një super restoran, kanë hongër ketë yjet e futbollit, Ronaldo, një për dyne që të ashto. A pro ju thash, Ronaldo ka hongër këto. E
kena Bekami 9, kena adresën e mesit në shkrume. Restorani përfundoi 10 prej 10-ve, wow, çfarë ushqimi. Do pse makini nuk e dia ku mangën na herë, Portugalia nuk na ka dëshpëruar hiç. Edhe rruga për hotel tash.